Uroj që më i miri të fitoj zhvillimi, progresi, një ardhmëri e ndryshme për kryeqytetin ton, për vendin ton. Tash më parë isha së bashku me Kristalin e fëmijët me tregu respekt për ushtarët britanez sot që kanë dhënë jetën për lirinë e paqen që sot e gëzojmë këtu në kryeqytetin gjithë Kosovën. Ju uroj shumë të gjithë qytetarëve për pjekurinë, maturinë që kanë tregu gjatë këtyre zgjedhjeve. Uroj që më i miri të fitoj zhvillimi, progresi, një ardhmëri e ndryshme për kryeqytetin ton, për vendin ton. Në të njëjtën kohë ju falenderoj të gjithëve juve, mediave, për një punë të shkëlqyeshme që e keni bërë. Na prift e mbara së bashku të gjithëve. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, këto faktikisht sot nuk e definojnë vetëm të ardhmen e kryeqytetit, sot këto zgjedhje definojnë edhe të ardhmen e gjithë vendit. Prandaj është me rëndësi shumë të madhe që qytetarët të votojnë kahjen e duhur për vendin tonë.